jemi në fazën e tretë të rindarjes botës, në fakt në fazën mirëfilli, në fazën e dytë, se që nga lufta e parë botërore, bota ka ndryshuar, shtetet ka ndryshuar peshën specifike në marrëdhëniet ndërkombëtare. Është hegemon SBA-ja në këtë rend të ri? Dhe sot SBA-ja është i vetmi shtet nga garda, nga pjesa e shteteve të fuqishme që ka ruajtur autoritetin, ndërsa nga të dobët është ngritur Kina, që ishte rreth 2% e vëllimit botëror të ekonomisë në vitet 80 dhe para viteve 80, një vend i dobët ekonomikisht, ndërsa Bashkimi Sovjetik që kishte rreth 19% të vëllimit botëror të ekonomisë, natyrisht jo në aspektin teknologjik se sa në aspektin e volumit, sepse është një vend me rezervat më të mëdha në botë natyrore, sot është 2%. 2,3% që krahasohet me Italinë, GDP-ja e Rusisë, e Federatës Ruse, është afërsisht me Italinë dhe me Brazilin. Pra, kemi një Brazil që nuk duke kurkund, një vend me një ekonomi shumë të vogël, kishim një Itali me 5,7-6% vëllimit botëror të ekonomisë, sot e kemi 2%, por Italia është tjetër gjë. Giorgia Meloni e pozicionuar mirë në marrëdhëniet politike. Sepse Italia pjesë e Bashkimit Evropian dhe kemi një makroshtet që sfumon dhe nuk është jashtë ekspozuar për të paguar asgjë nga kjo rrethan e të kurrjes ekonomike të Italisë, apo dhe vetë secili prej vendeve europiane. Ndërsa Kina ka pretendime të rrisë autoritetin, sepse është rritur si shtet, dhe pretendon se me Tajvanin thoni, pra me shtetet që një farë mënyrë ka... Ajo pretendon ka pretendimet e saj për shtrije? Pretendon deri në Amerikë Latine, ka investime shumë fuqishme. Kina? Po Kina ka investime në Europë dhe dën autoritet, nuk është gjithë shka pushtim. Dhe më thënë, ne nuk diskutojmë, ne nuk duhet diskutojmë që shtetet kanë pretendime vetëm ta pushtojnë. Ajo kolonializmi i vjetër, paka shumë ka marrë fund, ka forma tjera të influencës në ndikimit ekonomik, politik, ushtarak, diplomatik e tjere. Ndërsa, sot pra, ajo që do të japë është Federata Ruse. Pavarësisht duket si gogoli, ajo do të japë, por do të japë me një arsyetim, do të japë deri aty sa nuk i cënohen. Do lëshoj territore. Nuk i cënohet, po patjetër që do lëshoj zona influencë, Ballkan. Rusia në Ballkan vazhdon të ketë edhe sot. Se ka njohur s'ka njohur Kosovën, s'ka njohur ndryshimet para që i bëri NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk natyrisht ka ndikim të fortë në Bosnjë, në Republikën Serbska të Bosnjës, ka ndikim të fortë në Serbi, ka ushtarin e saj, por me sa duket në të kanë ecur bisedimet dhe unë them që ka një lëvizje dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Federata Ruse, edhe Kina deri diku, e din sa deri ku do të shkojnë, por që do të justifikohen dhe që të veprimet dhe marrëveshjet të bëhen pas disa luftrave rajonale. Rajonale që do të jenë, sot jemi në luftë, për të... Kur thoni rajonale, kërcënimin e kujt? Lufta Izrael me Iranin është luftë rajonale, e dëgjut Trumpin që tha, du t'i lejmë luftë, edhe t'i shofim i qikë, ku janë. Tha për Ukrajinë. Tha edhe për Ukrajinën me Rusin, po pak më vonë e tha dhe për këtë, letë vazhdojnë. Po, besoj Ukrajinën dhe Rusin e pamë 3 vite, nuk besoj se i duhet më shumë kohë Trumpit. Ukrajinë si jep mesazhin, më falni, Rusisë, Federatës Ruse i jep mesazhin që... Do ditë luftë, besoj, është shqetësuese. Se Trumpi bëri deklaratën që për 24 ore... Ajo një sinjal që i tërheq vëmendjen e Rusisë që mos pretendoje aty ku mendon, se nuk është më ajo Rusia që ka qenë. Është një Rusi e vogël dhe duhet të jetë realiste në pretendimet e saj. Prandaj i thotë në momentin që dënë të marrë protagonistin Rusia për shkuar në Iran, për shkuar luftën me marrëveshje tjere, i thot ti e ke një mundësi të bësh marrëveshje me Ukrajinën. Pra se ke fuqinë dhe në linjën e mesme s'ke punë. Dhe nuk do të ketë punë Rusia në linjën e mesme. Pavarësisht nga kërcënimet dhe nga që ka... Nuk do të kërcënojë, do futen si negociator. Po s'mundet të kërcënojë. Në lindjen e mesme.